Zoti Cakani, të kalojmë pak tek çështja e Belinda Ballukut, e cila pritet të shqyrtohet nga gjykata kushtetuese javën e ardhshme, gjë të cilën kushtetuesja ka cilësuar si një çështje me përparësi. Ju në këtë rast, si e cilësoni lëvizjen e kryeministrit Edi Rama për ta dërguar pezullimin e gjykatës së posaçme ndaj Belinda Ballukut në gjykatën kushtetuese? E shikoni si një manovrim për të mbrojtur Belinda Ballukun, apo si një lëvizje për t'ia lënë topin institucioneve të drejtësisë për të vendosur në këtë rast? Shiko, unë duhet ta ndaja në dy pjesë, duhet ta ndaja përgjigjen në dy forma, në atë juridike dhe në atë politike. Nga pikpamja juridike, kryeministrin nuk e ndalon, pra kushtetuta ja ka dhënë këtë mundësi që ai ti drejtohet drejt për drejt gjykatës kushtetuese. Për një paqartësi, për një ligj, për një ngërsh antikushtetues që është antikushtetues, dhe ligji ja parashikon këtë. Problemi qëndron këtu që varet nëse kërkesa e kryeministrit e ka objekt apo jo. Pra, nëse kërkesa e kryeministrit është e bazuar nga pikpamja ligjore apo jo. Nëse kjo kërkesë do kaloj në seancë gjyqësore plenare, siç thuhet në gjuhën juridike në gjykata kushtetuese, ose jo. Por në këndvështrimin tim, sepse 3 avokat, 3 juristë bëjnë 17, në këndvështrimin tim, unë mendoj se gjykata kushtetuese edhe këtë rast ka për të qenë ndarë. Nëse do marrë një vendim në kushtet e normalitetit dhe jo të shantazhit nga politika, kuptohet. Unë mendoj se gjykata e shkallës së parë ka vepruar ashtu siç është në mënyrë lineare nga neni 242 i kodit të procedurës penale për masat ndaluese. Nëse këta duan ta cilësojnë, unë e kam thënë dhe më parë, ministri të veshur me imunitet kushtetues, atëherë do jemi përpara një realiteti të ri, sepse gjykata nuk i ka hequr imunitetin zonjës Balluku, as i ka penguar asaj, as e ka shkarkuar nga detyra. Thjesht gjykata i ka pezulluar që ajo mos të shkoj, por ti thot mbaje si ministër, ti mbaje aty thot, madje bëj dhe mbledhje qeverie. Por thot, problemi është që ajo mos shkoj në zyrë, sepse shkoja në zyrë, ne na prish provat. Çu mendojmë ne thot. Tani, kjo padyshim që kërkon një interpretim kushtetues. Ne nuk mund të themi që shikoj se gaboj gjyqtari i shkallës parë e bla bla bla. Ne mu themi gjyqtari i gjykatës shkallës parë, padyshim që është bazuar tek ajo dispozita neni 242, ku flitet për pezullimin e zyrtarëve të emëruar e kështu me radhë, dhe nëse zonja Balluku vërtet ka një betim kushtetues përpara parlamentit ose presidentit, por mos harroj që ministri është cilësuar si një post administrativ nga pikpamja një, sepse ministri ashtu si që nuk ma përgjegjësi për tenderat, ashtu si nuk ma përgjegjësi për të gjitha veprimet, sepse këtë po diskutojmë ne. Jo kur ne na intereson themi që ministri po ma përgjegjësi për tenderat dhe kur sa intereson s'ma përgjegjësi. Tani duhet ta ndajmë këtë. Dhe gjykata kushtetuese, unë mendoj duhet t'i japi një zgjidhje shtërruese nëse do ta pranoj dhe ka objekt kjo kërkesë e kryeministrit. Pra, ta zgjidh një herë dhe përgjithmonë, nëse ajo dispozita neni 242 është valid, apo duhet shfuqizuar, apo duhet shtuar dhe saksuar dispozita me një paragraf tjetër. Kështu që unë i këtij mendimi jam, gjykata kushtetuese do t'i japi një zgjidhje. Por unë jam i mendimit që vazhdoj them që ministri është funksion i emëruar pavarësisht se ai bën një betim te presidenti
apo më pas nga parlamenti e kështu me radhë. Çfarë po ndodh mes Edi Ramës dhe Belinda Ballukut me dërgimin në gjykatën kushtetuese, a është duke mbrojtur edhe veten e tij Edi Rama që të mos merret së bashku nga Belinda Balluku? Po. Kjo është pjesa tjetër pastaj politike. Unë mendoj që politika është moral. Padyshim që morali lidhet edhe me drejtsinë, kuptojeni. Sepse është një rast unikal dhe mund të jetë precedent, madje do futur dhe në literaturën e jurisprudencës, kjo, që një ministër nën hetim nga prokuroria i marr i pandehur tashmë, por edhe nën hetim për vepra të tjera penale, se është nën hetim për tjera vepra, kryeministri nuk gjen rrugën më të shkurtër që ta shkarkoj ose ministri vet të dorëhiqet, por vazhdon për të kërkuar teknikalitete juridike për të qëndruar në detyrë. Pra, nuk ka ndodhur akoma sot në ndonjë vend demokratik, se në diktaturë jo, se në diktaturë se ekzistojnë këto, që ministri të hetohet, të merret i pandehur dhe të vazhdojë funksionin. Nuk ka ndodhur më. Dhe kështu që unë e shikoj këtë të zotit Rama më tepër si një prik, një shantazh që i bëhet nga zonja Balluku, se sa një dëshirë e tij për ta mbajtur atë në detyrë, sepse gjoja gjykata na paska shkel ligjin e bla bla bla. Unë mendoj se padyshim politika është moral dhe në Shqipëri ka humbur morali, jo në politikë, por në çdo aspekt të jetës së njerëzve, dhe si humbje morali në këtë shoqëri vazhdo të reflektohet edhe tek ministrat. Kështu që unë them se zoti Rama po ndjek një rrugë, mund të themi të gabuar, nga pikpamja edhe ligjore, por edhe nga pikpamja, nga ligjore po bën mirë sepse sakson një herë për gjithmonë këtë histori, por nga ana, përsa i përket nga ana morale e qeverisjes, po ndjek një rrugë shumë të gabuar dhe do sjell një precedent shumë të rrezikshëm që mund të përdoret më pas nga çdo qeveri që mund vitë pas zotit Rama. Edhe pse ti mund të jesh në hetim, edhe pse ti mund të jesh dënuar në shkallën e parë, jo thot ai, kur unë dënoj me formë të prerë do ta lë detyrën e ministrit dhe do shkoj në paraburgim. Po mirë, tani, pyetja është kjo. Të kthehemi tani ne tek për çfarë po ri zoti Velia në paraburgim? Sepse presupozohet që bashkëshortja e tij ka përfituar historinë e kësaj natyre. Dhe por është arrestuar ai individi. Është arrestuar ai. Zoti Meta gjithashtu. Për çfarë po rri? Për akuzat viteve 2009. 2009 o 2009, po. Se historira të natyrës që do t'i bëj publike më pas. Dhe po rri në paraburgim që s'ka asnjë lloj funksioni publik, nuk prish prova. Zoti Beqa, apo Lefter Koka, apo të gjithë këta me radhë. Kjo duhet të rri dhe në detyrë të vazhdoj të shkoj në zyrë, që ka mundësi të prishi prova ati të bindoj dëshmitarët të largohet e kështu me radhë. Kështu që unë mendoj që Edi Rama po vendos një standard shumë të rrezikshëm, por shumë të rrezikshëm që do jetë një precedent që do përdoret më pas dhe nuk do ta çajë njeriu më kokën. Për sa i përket korrupsionit.